Përshëndetje miq të dashur të emisionit Privemi mbrëma dhe mirë se po takohemi bashkë. Shpresoj dhe besoj që jeni shumë mirë, nga tash e tuçi do të jeni edhe më mirë. Mbrëmjen e sotme në emisionin Privemi nisim me një material i cili ka të bëjë me këngëtarin shumë të dashur për të gjithë ju, e cila në secilin projekt që publikon bën me miliona klikime në YouTube. Ajo është Enca Haxhia, e cila vjen sonte e jo për të na folur për ndonjë projekt muzikor, e as për ndonjë gjë në jetën e saj personale, mirë po do t'i kuptojmë bashkë në vazhdim 10 gjërat që nuk i kemi ditur për artistën, se cilat janë ato, na tregon më së miri vetë këngëtarja. Përshëndetje, unë jam Enca. Keni dëgjuar shumë gjëra për meje në për intervista, ama këto janë 10 gjëra që ju ndoshta nuk i dini për mua. Okej, unë nuk jam Enca, unë jam Ruenca. Emri im i plot është Ruenca, që është emër unik edhe është bashkimi i emrave të familjarëve të mi. Arsye pse nuk e kam mbajtur Ruenca edhe në art është se kur isha e vogël edhe bëja shoqëri të re, edhe thoya që kam emrin Ruenca, nuk më mbanin mend, kështu që jam detyruar për atëherë ta mbaj emrin në shkurtër Enca. Nëse di nëse e kisha ndru sepse edhe Enca më pëlqen. Fakti tjetër për mua është që unë kam qenë gjatë gjithë jetës vegetariane, megjithëse nuk më pëlqen ta etiketoj veten me të tilla labels. Nuk kam qenë asnjëherë mish, peshk, potadeti, vezë, qumësht. Kështu që unë jam prova humane që edhe nëse je vegetariane do të them që je kocke lëkurë. Fakti tjetër për mua është që unë kam filluar të merrem me muzikë pak a shumë që kur kam lindur. Njerëzit kujtojnë që unë kam bërë një këngë edhe ka shpërthyer, është bërë e madhe, po historia ime s'ka qenë kjo. Kam nisur muzikë, le të themi prej moshës minimalisht 9 vjeçare, ku nisa me koncertet për fëmijë, edhe kam qenë vajza e parë prej Shqipërisë, që jeton në Shqipëri, që filloi të bënte coverat e parë në YouTube shumë atëherë. Kam bërë shkollë muzike edhe pianoje, kështu që kjo do të thotë që unë jam rastisht këtu, po kam punuar prej shumë viteve që të bëhem Enca që jam sot. Nëse s'do isha bërë këngëtare, nëse s'do kisha talent për muzikë, do isha marrë patjetër me diçka tjetër në art, ndërsa do isha bërë aktore ose regjizore. Megjithatë, nëse s'do isha marrë me art fare, do isha bërë ose ambasadore e Shqipërisë për një shtet të rëndësishëm, ose avokate numër 1. Number 1 lawyer. Kujt po i hanë? Diçka që për mua është e çuditshme duke marrë parasysh profesionin që bëj edhe kolegët e mi është se unë urrej i jetën e natës. Nuk jam person natë, jam person gjesi, kam shumë, asnjëherë nuk kam dalë me qef nëpër klube, pavarësisht se është puna ime dhe është tjetër gjë, ama asnjëherë nuk e shijoj, nuk pi alkool, nuk pi cigare, nuk kam tatuazhe, nuk kam piercing. Jam çika që ti duhesh u martu. Fakti tjetër për mua gjë që unë ndoshta nuk e dini është se kam qenë gjithmonë studente ekselente në shkollë, ka pëlqyer gjithmonë shumë shkolla, shkoja në shkollë, studioja, edhe prindërit më kanë motivuar që kur isha e vogël që më thonin në shkolla shumë e rëndësishme, kam të dashur të ardhmen, edhe kam pas të drejtë sepse shkollimi është shumë i rëndësishëm, sidomos në 2018, kështu që edhe gjithë fanët e mi të vegjël i kisha motivuar dhe i kisha thënë shkoni në shkollë për ditë sepse një ditë do ju shpërblet. Nuk më pëlqen ta përdor pen në urrëtie, po nëse kam njerëz që unë i urrej në 2018 janë ignorantët edhe hipokritët, sepse thjesht secila prej këtyre në këtë vit dhe në këtë shekull është shumë turp. Shumë njerëz ndoshta nuk e dinë, unë jam i sigurt që nuk ka njeri aty që nuk pëlqen të paktën 2 ose 3 këngëthyje, dhe kjo është një nga gjërat që unë jam më krenare për veten, sepse për ata që nuk e dinë është se të paktën 3 vitet e fundit unë i kam shkruar dhe vazhdoj të shkruaj vetë këngët, muzikët, pra edhe tekstet e mia, kështu që kjo është një gjë që më bën ekstra krenare për being Enca. Talenti i fshehur qesharak
është se unë më vis në dy veshët në një kohë, edhe këtë nuk ka shumë njerëz që e bëjnë, dhe unë jam mburur gjithë jetën me këtë. Kur isha e vogël, megjithëse edhe tani ta mburrem. Watch me. Nuk është natyrën time të ndaj detaje për time private, personale. Megjithatë, me qimin privé dhe këto janë 10 gjëra që ju nuk i dini për mua, unë po të zbuloj diçka të vogël. Personi më i famshëm në cilin kam dalë së fundmi ka 10 milion followers në Instagram. Dhe mos e shikoni sepse nuk e kam follower në këtë moment.